Opinionistja e njohur Neda Balluku ka kërkuar zyrtarisht divorcin nga bashkëshorti i saj Orgen Balluku, vëllai i ministres Belinda Balluku, duke i dhënë fund një martese 10 vjeçare që dikur u konsiderua me nder më famozet, duke lënë pas dhe Romeon e Julietën dhe Albanon e Rominën. Burimet për Ngop News bën me dije se kërkesa për divorc është dorëzuar këtë të në gjykatë. Fiks 2 ditë pas si kunata e saj Belinda u paraqit në SPAK. Në media është shfaqur sikur dashuria mori fund, por ne dyshojmë se pushteti mori fund dhe çifti është detyruar të ndahet për të shpëtuar ç'të mundet në rast sekuestrimit të aseteve familjare. Publiku është i sigurt që dashuria e nisur në Big Brother nuk ka se si të mbarojë kështu tak fak. Është shprehur me vete kumbara e çiftit Arbana Osmani. Në një emision Grash në Top Kanal, ish zonja Balluku ka qarë hallin me gratë e emisionit për ndarjen e saj. Komentet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta për ndarjen e çiftit, si ndarje për ndarje pasurie. Do jemi bashk derisa SPAK-u të na ndaj. Janë zënë me vërtet i pashun tek Tajvani, ishte një koment tepër domethënës. Me sa duket ky ishte një vit shpirprishur për disa nga VIP-at e showbizit, sidomos këta që i gjemon SPAK-u.